na ka penalizu shumë, sa do që na ka ndihmu rrjetet sociale, interneti, pak edhe na ka penalizu se e visim ChatGPT e kam qëtë simptom, na jepa një informacione, kesh përdorim, edhe e diagnostikojmë veten gabimisht dhe ja shojmë sherrin. Për shembull, po du me lidh me një që ju mjekët familjar përballen çdo ditë, pacientë të cilët e kanë këtë shpeshtimin e urinimit. Shpesh me vëdësimin aktual që e kanë për shkak rrjeteve sociale, shkojnë pa rekomandim e bojnë një urinë të thjeshtë analizë. Edhe përmes urinës një mjek familjar mundet me zbulu edhe diabetin. A është kështu? Në fazë të më vonshme. Më vonshme, po për që... Në fazë të më vonshme, mirë po... Hajde të kthehemi një hap mbas. Po? Themi një hap mbas. Pra, këto janë krit alarme të cilët i bisedojmë. Do me thonë, ju i cekët edhe une po mundohem t'ju jap përgjigjen këta. Po, dhe të keni urinimet shpeshta, mirë po faza, veç llogaritni që veç jeni në diabet ose jeni në fazë të vonshme të prediabetit. Dhe të keni epizode të ndryshme, më kuptoni. Një pacient që ka qenë para një muaj e gjysëm, doktorun e kom shumë qef kefir me hongë. Me pi, në fakt. Thëmë, okej, super, mirë, e kur e pin, tha mbromje e pi kefirin, më kupton, okej, mirë, a e din që kefiri ngrej shumë insulin kur duhet me utret? Ja, po kefiri janë shumë i shëndetshëm, më kupton, shembull, po ju jap një shembull shumë karakteristik. Okej, thëmë, okej, hajde hin, interesohën, vend se të këshyresh në Facebook e kujdune në rrjetet tjera sociale, interesojë sa është indeksi i kefirit, edhe e kupton që është 112. Edhe që 112 që është e pak më shumë se buka e barë. A i shëndetshëm është? është probiotik. I shëndetshëm, jashtëzakonshëm është. Po, më dhe t'ju shtin që natën derë një ujë 2 herë. Dhe më thonë, ka përdor gabim kohën. Po, pikrisht që aty du me darë. Kjo është. Edhe tashti, ju, ka 2 herë e ka bo, ka kalu kriza, o zgjunë mëngjes, ka shku të mjeku, e ka bo analizën urinës, ka dalë në rregull. Gjënë s'ka. Ama 2 herë natën kom dalë, nuk e di që ka pata. Më kupton, një pyetje e thjeshtë, më kuptoni, e mirë, e kur me përdorë qatë kefir, po përdore para dite, pa mërënda ditës edhe me pas, po mos përdorë shumë, përdore një sasi pak ma të vogël, sa është e preferume. Po, edhe shumë shpesh e kam thonë edhe për mes emisionit që është një kohë e limitune që edhe gjanat e shëndetshme, mo nuk janë të shëndetshme nëse i konsumojnë para gjumit, para aktivitetit, sepse jo është gjithmonë lidhet veç me gjumin, lidhet edhe me pasivitetin, mbrëmja jemi më pasiv, rrim, shikojmë televizor, rrim, edhe nëse shajmë kur gjatë trupi jonë është shumë pasiv. Kështu që unë nuk jam doktoresh, por të pakte nga emisionet, nga jo çka, mundohemi me përqu ju jeni mirë informuar çdo ditë këtë mesazh.